Grekët janë tmerruar nga ngjashmëria e gjuhës arvanite me atë greke. Nuk e prisnin, sepse ata thonë që gjoja shqiptarët kanë ardhur nga Kaukazi. Mirë po, jo vetëm që gjuha arvanita lidhet me gjuhën greke, po gjuha arvanite tregon të gjitha ndryshimet fonetike që kanë ndodhur nga greqishtja e lashtë për në greqishtjen e kohën edhe atë moderne. Jo vetëm kaq. Gjuha arvanite ka treguar që luftën guerile të çetave kundër turqëve e kanë organizuar arvanitët. Si shpërblim, grekët i përzun luftëtarët arvanitas nga parlamenti, pastaj përzun fare nga Greqia. Në Greqi kanë mbetur vetëm ata arvanitas që janë deklaruar grek. Ata arvanitas që e kanë quajtur veten arbresh, emri origjinal, janë përzën 90% e tyre për në Itali. Dhe unë kam zbuluar 2 dialekte arvanitase. Vala e parë që është përzën në shekullin e 15 dhe vala e dytë që është përzën mbas revolucionit grek, midis shekullit të 17 dhe 18. Pra ka ndodhur disa herë shfarosja e shqiptarëve. Në vitin 1944 për herë të fundit janë përzën çamët. Edhe çamët e kanë këtë fjalë për vendin ku fshihen çamët dhe arvanitët që kanë luftuar kundër turqëve. Pra çamët megjithse ishin musliman, luftuan kundër turqëve. E këtë nuk e di njeri. E ka regjistruar gjuha shqipe. Madje ka hyrë në Shqipen e Jugut, është një fjalë që quhet limeri. Do thot strofull, vend për të fshehur. Vjen nga greqishtja holos, e gjithë, dhe hemera, dita. Nga kjo fjalë krijohet tokfjalshi holimeris në gjuhën bizantine. Holimeris do thot gjithë ditën. Dhe nga kjo, shqiptarët kanë krijuar fjalën limeri. Një vend ku e kalonin gjithë ditën, si ato luanët që shëllehen në diell, atje kryhnin flokët, atje pastronin armët, përpara se sa të sulmonin turqit. Pra të gjithë revolucionin e çlirimit të Greqisë e kanë bërë arvanitasit. Arvanitasit i shkurtojnë fjalët. Pra për ta nuk ka kuptim holimeris, ato shkurtojnë në limeri. Një lloj si kabalos në kal, amikus në mik, medikus në mjek. Pra ata janë monosilabik. Dhe pikërisht nga që janë monosilabik tregojnë që gjuha greke kanë ndryshuar në ndikimin e arvanitasve. Pra jo vetëm që arvanitasit nuk vinë nga Kaukazi, por ata kanë çliruar Greqinë nga turqit. Pra ky film është edhe për shqiptarët musliman që besojnë që në fakt Turqia e ka krijuar Shqipërinë e Madhe. Shqipëria e Madhe është dhe ka qenë aty gjithmonë. Pra nuk është krijuar nga turqit, ky është mendimi i gabuar. Dhe luftën kundër turqëve e kanë bërë arvanitasit edhe çamët bashk, pavarësisht nga feja e tyre, sepse askush nuk e duron dot pushtuesin. Dhe grekët dhe çamët dhe arvanitët u bën bashk për të çliruar atë dheun e arvanitasve, Greqinë. Dhe Greqia, e mbështetur nga fuqitë e mëdha, e coptoi Shqipërinë. Mori çamërinë, pastaj përzuri çamët. Në vitin 1944 dhe Shqipëria s'bëri asgjë. Pse nuk bëri asgjë Shqipëria? Sepse ishte një vend i dobët, ashtu është dhe sot.
si forcohet Shqipëria duke kuptuar gjuhën shqipe. Vetëm kur e kupton nga vjen, çfarë ka ndodhur, atëherë forcohesh. Por gjë më e tmerrshme është kjo që gjuha shqipe është e lidhur në mënyrë të pandashme me gjuhën greke. Kjo i ka trishtuar shumë shqiptarët, por edhe grekët. Grekët nuk e duan këtë gjë. Fatkeqësisht, emrat asnjanës grek janë bërë emra mashkullor shqip. Pashtu, emrat femëror që mbarojnë me e të gjatë, e cila bëhet i në greqisht, në gjuhën koine në shekullin e 4 të erës sonë, janë bërë emra mashkullor në shqip. Kjo është e tmerrshme. Pra, Holimeris është emër i gjinisë femërore. Është bërë emër asnjanës në veprimin e shqipes në greqisht, por është kthyer në emër të gjinisë mashkullore në shqip, në trajtën e shquar. Kjo është çmenduri. Tani, kjo fjalë është në gjuhën arbëreshe të valës së dytë. Pra nuk ka arbëresh nga Shqipëria, që të gjithë vinë nga Greqia, por kanë ardhur në dy valë, shekulli 15, shekulli i 17-18. Kjo vala e dytë e ka këtë fjalë. Ka marrë kuptim tjetër. Limeri dhe lëmieri në gjuhën arbëreshe ka kuptimin tradhtar. Sepse në gjuhën greke, këta njerëz që luftonin kundër Turqisë ishin arvanitas dhe mori kuptim negativ. Madje luftëtarët e lirisë janë quajtur hajdut qingjash në greqisht. Grekët u pajtuan me turqit në dëm të arvanitasve. Pra shumica e popullsisë së Greqisë ka qenë arvanite dhe janë vrarë, janë përzënë dhe janë helenizuar 60% e popullsisë së Greqisë, e cila nuk ka ekzistuar, këtë e din të gjithë, është mbeturinë e perandorisë bizantine. Dhe frika ime është se do bëjnë të njëjtën gjë në Shqipëri, do fillojnë të helenizojnë prapë shqiptarët, siç e bën në Greqi me arvanitët. Unë ju ftoj në këtë revolucion intelektual që kam nisur, sepse askush nuk e ka studiuar gjuhën arbëreshe. Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk është interesuar kurrë për arbëreshët dhe kurrë për arvanitët dhe asnjëherë për çamët. Më ndihmoni. Ky është revolucion politik, jo vetëm gjuhësor, nuk e kuptoni apo jo? Ngjashmëritë e gjuhës greke me gjuhën shqipe janë gjëra të mira sepse tregojnë që jemi autokton. Mua nuk më shqetësojnë fare huazimet e greqishtes nga shqipja, përkundrazi. Ky emër limieri në gjuhën arvanite dhe atë çame ka kuptimin dhe strofull, por ka dhe kuptimin tradhtar. Pra grekët i quanin arvanitët tradhtar sepse ata po luftonin kundër turqëve. Këtë kuptim kanë marrë me vete arbreshët, lëmieri, limeri, tradhtar, gënjeshtar, bandit. Po këta ishin çlirimtarët e Greqisë dhe janë quajtur bandit nga grekët, po ashtu hajdut qingjash. Kërkoni fjalën për guerrilat arvanitase, në greqisht quhen hajdut qingjash. Grekët ne po na shesin mishqeni nëpër konserva, po na shesin në shqiptarëve fruta të helmuara me pesticide, po na shesin makarona me miza të gjalla. 2700 ton kanë ngrënë këtë vit shqiptarët në vitin 2025-2026. 2700 ton makarona me mish ose insekte të gjalla, jo të ngordhura. Grekët sabotojnë hidrocentralet, rrugët, kudo që munden. Po bëjnë luftë të fshehtë guerrile në Shqipëri.
flasin në mënyrë të përkryer shqip janë shumë të rrezikshëm. Atë që po bëjnë me grekët ky raport është vënë re gjatë luftës së dytë botërore. Një grup gjermanësh mësojnë gjuhën amerikane mirë në fund të luftës së dytë botërore dhe penetrojnë trupat aleate. Ishte një brigadë e vogël, por dinin anglisht në mënyrë të shkëlqyer, u veshën me rrobat e aleatëve dhe sa herë që takoheshin me aleatët flisnin anglisht në mënyrë të përkryer. Dhe në momentin e fundit pastaj nxirrnin armët, pistoletat dhe qellonin. Dhe arritën të korrin fitore mbas fitoresh, thjesht duke folur anglisht në mënyrë të përsosur. Pra, këtë po bëjnë edhe grekët. Minoritarët dinë shqip në mënyrë të përsosur dhe po na luftojnë brenda gjirit ton. Kanë hyrë në Partinë Demokratike, kanë hyrë në Partinë Socialiste, kanë hyrë në sistemin gjuhësor, kanë hyrë në akademi, po ashtu kanë hyrë edhe në administrat dhe duket sikur janë pjesëtar të shoqërisë sonë, por ata në momentin më të dobët na qellojnë. Që ta dini, janë pikërisht ushtarët akej që u futën në Trojë dhe shkatruan Trojën. Këto janë minoritarët grek, njerëzit më të rrezikshëm në shoqërinë tonë. Ta dini. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.